Për gjysmë shekulli, Akademia e Shkencave e Arteve Kosovës ishte zëri autoritativ i shkencës dhe krijimtarisë, duke udhëhequr me vizion, duke mbrojtur identitetin dhe ndriçuar rrugën e zhvillimit të vendit. Ky institucion emblem feston jo vetëm vitet, por historinë e një kontributi të pamatshëm për shtetin dhe kombin. Akademia është institucion honorific, vetëm me ndikim moral dhe intelektual mbi zhvillimet e përgjithshme shoqërore në mënyrë të veçantë në zhvillimin e mendimit shkencor në veprimtaritë publike, arsimore, kulturore dhe artistike. Në periudhat më të vështira të historisë sonë, Akademia është ndruar në qendër të rezistencës intelektuale. Tu mbrojt fjala shqipe, kultura, trashëgimia dhe historia e popullit shqiptar të Kosovës. Presidentja Vjosa Osmani dhe homologu i saj Bajram Begaj me pjesëmarrjen e tyre nderuan veprimtarinë krijuese të akademikëve. Prej 5 dekadash, akademikët e Kosovës kanë punuar në rrethana jashtëzakonisht të vështira kohë pas kohe, por synimi ishte të mbrohet gjuha, të mbrohet kultura, e mbi të gjitha të mbrohet interesi kombëtar. Kremtojmë rrugtimin gjysmë shekullor të dijes, sakrificës dhe përkushtimit intelektual, qytetar dhe kombëtar. Festojmë jetën e një institucioni që lindi në kushte të vështira, por që u ngrit në lartësinë e institucione të tjera si motra të kombeve të zhvilluara. Krijimtaria dhe mendimi akademik ishte dhe do të jetë udhërrëfim për synime madhore politike, nënvizoi kryeministri në detyrë Albin Kurti. Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës është institucioni më sipëror, ku nuk ka mendim që nuk mund të thuhet, nuk ka hipotezë që nuk mund të ngritet dhe ku nuk ka debat që nuk mund të bëhet. Në 50 vjet rrugëtim, Akademia e Shkencave e Arteve të Kosovës mbetet busulla e dijes dhe krenaria e mendjes shqiptare, ndërsa ky gjysmë shekull vulos të kaluarën, frymëzon të sotmen dhe ndërton të ardhmen u tha me këtë rast.